Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetjet tona të sinqerta mbi vunën e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona njihje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij, ku kemi ardhur tek kapitulli i 35, ku autori pra Imam Tirmidhiu na flet për të qeshurit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kapitull Imam Tirmidhiu na sjell plot 9 hadithe, ku këto hadithe o vëllezër tregojnë se çfarë dhe si ka qesh i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga ajo se çfarë kem lexuar dhe çfarë kem pa gjatë shpjegimit të librit Virtytet të pejgamberit, kem pa se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë mesatar. Andaj edhe të qeshurat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë mesatar, sikurse në çdo çështje tjetër pra i dërguari i Allahut ka qenë mesatar. Dhe se shumica e të qeshurit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë buzëqeshja. Mirë po, nuk do thot kjo se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qeshur, sepse autori do të na sjell hadithe dhe argumente të sakta që e dëshmojnë të qeshurit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër, i dërguari i Allahut kur ka qeshur, ai i cili ka qenë afër tij e ka dëgjuar, ndërsa ai i cili ka qenë larg tij nuk e ka dëgjuar pra të qeshurit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj buzëqeshja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë kur i dërguari i Allahut ka prezantuar në gëzimet të cilat e kanë thirrë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ka buzëqesh me gratë e tij, ose i dërguari i Allahut kur e ka vërtetuar ndonjë lajm, ka buzëqesh i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose ka qesh kur ka qenë i gëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose kur është mahnitur me një vepër të sahabëve të cilët e kanë bë, ka buzëqesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose kur ka dëgju ndonjë gjë që pastaj ajo është vërtetuar, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra ka qeshur, dhe shumë raste tjera të cilat pra autori do të na i përmend neve gjatë shpjegimit të këtij libri. Ajo se çfarë është transmetuar nga sahabiu i nderuar Abdullah ibn Harith ibn Jaziu, që këtë hadith e gjejmë të saktë tek Imam Tirmidhiu dhe hoxha e Islamit Imam Albani ka cilësuar për haditheve të sakta, ku i dërguari i Allahut, pra sahabiu tregon se e qeshura e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë gjë tjetër veç se buzëqeshja, pra i dërguari i Allahut ka buzëqesh dhe jo që ka qesh. Ndërsa ajo që na transmetohet prej Aishës radhiyallahu anha, që hadithin e gjejmë tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslimi, ku nona besimtarëve, pra gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot, asnjëherë nuk e kam pa të dërguarin e Allahut, pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të lshohej i tëri në qeshje, por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ka buzëqesh. Ndërsa ajo se çfarë na tregon neve Simaku radhiyallahu anhu, i cili e pyet sahabiun e nderuar Xhabir bin Samurën, i cili thot se o Xhabir, ai e shoqëruar me pejgamberin alayhi salatu wasalam, pra Xhabiri i përgjigjet Simakut, pra Simak bin Harithit, duke i thonë aq shumë thot kam nejt me pejgamberin alayhi salatu wasalam, saqë i dërguari i Allahut pra kur falte namazin e sabat nuk lëvizte, pra nuk është ngritur prej vendit të tij derisa ka lind dielli, dhe në momentin kur ka lind dielli i dërguari i Allahut është ngritur, dhe pastaj tregon sahabiu i nderuar pra Xhabiri duke treguar se atëherë ne pra sahabët kemi biseduar me zveti dhe kemi rikujtuar kohën tonë gjatë ignorancës dhe kemi qesh. Pastaj tha i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe ai tha qeshte me neve, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Muslimi. Komentuesi i librit të Imam Muslimit, pra Imam Neveviu, kur e komenton këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ky është një prej argumenteve që lejohet me përmend dhe me rikujtu ka njerë të kalumën tënde, sikurse që sahabët kanë rikujtu kohën e tyre se çfarë kanë
bë gjatë ignorancës dhe kjo i ka bo ata për të qeshur, sikurse thot është edhe argument se lejohet me qesh. Mirë po, thot Imam Neveviu rahimullah, thot edhe pse syneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ajo që është transmetuar më shumti se i dërguari i Allahut pra nuk ka qeshur, sikurse ndodh me qesh ne me Zot madh, mirë po i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumicën e rasteve pra ka buzëqesh dhe ky është edhe syneti i të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu është edhe prej traditës së gjithë pejgamberëve të Allahut të cilët kanë buzëqesh dhe jo që kanë qesh me zë. Autori pra Imam Tirmidhi o vëllezër e fillon me hadithin 226 që lidhet direkt me temën pra buzëqeshja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe na sjell hadithin e Xhabir ibn Semurës i cili thot se kam parë kërcikun e këmbës të pejgamberit i cili e kishte të hollë, pastaj vazhdon duke thonë se ai nuk qeshte për buzëqeshte, pastaj thot pra Semure kur e shikoja pejgamberin e Zotit thoja me veten time se syt i ka lyer me surme, mirë po nuk i kishte të lyera i dërguari i Allahut sytë e tij me surme. Pjesa e hadithit o vëllezër, pra kërciri i këmbës së profetit ka qenë i hollë, kjo hollësi ka qenë në përputhje me tërë trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra me tërë gjithë pjesët e trupit të tjera të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse hollësia është një gjë e cila çmohet dhe kërkohet dhe lavdrohet. Dhe autori kur ka folur për cilësitë fizike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty ka argumentuar se si ka qenë dora, si ka qenë koma, si ka qenë fytyra, si ka qenë huna e kështu me radhë. Po ashtu i dërguari autori na flet edhe për se i dërguari Allahut a ka përdorur surmen, pra a i ka lyer çerpikt me surme apo jo, ka tregu autori pra se nga një herë i dërguari Allahut pra e ka përdor, ka vepru duke i ly pra çerpikt me surme dhe kjo është një prej suneteve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ndërsa ajo që është argument është fjala e sahabiut të nderuar ku tregon se ai nuk qeshte, por vetëm buzëqeshte. Pra i dërguari Allahut nuk ka shesh, por ka buzëqesh. Andaj, në shumicën e rasteve, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka buzëqesh. Mirë po kjo nuk e kundërshton ngaherë atë se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qesh. Mirë po i dërguari Allahut kur ka qesh, nuk ka qesh me zë. Pra e qeshura pejgamberit ka qenë me zë të ulët. E kanë dëgjuar ai i cili është afër, ndërsa nuk e kanë dëgjuar ai i cili është larg të dërguarit të Allahut. Pastaj autori i vëllezër na bjer hadithin e 227 nga Abdullah ibn Harith, i cili thotë se nuk kam parë njeri që buzëqeshte më së shumti se sa i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra sahabiu i nderuar po na tregon në këtë hadith se sa shumë ka buzëqesh i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky hadith dhe kjo fjalë e këtij sahabiut është treguesi më i madh i moralit të plotë dhe të përkryer të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe modestisë së pejgamberit karshi të tjerëve dhe thjeshtësisë së pejgamberit karshi sahabëve dhe karshi gjithë njerëzimit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka qenë i buzëqeshur. Dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë njeri që e ka taku vetëm se ka buzëqesh. Domethënë asnjëherë nuk ka qenë nervoz. Por kur e ka taku me fytyrën e tij të shëndritshme, duke i buzëqeshur, pa marrë parasysh kush ka qenë ai. Pra i dërguari Allahut të gjithëve ju ka buzëqeshur, e jo disa x personave të caktuar në ju buzëqesh, ndërsa pjesës së tjetër jo, nuk ka qenë kështu i dërguari Allahut. Por i dërguari Allahut sa herë që ka taku dikon, vetëm se ka buzëqesh për të, sikurse ka ardhur hadithi i saktë që tregon se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë buzëqeshja e muslimonit për muslimonin është sadaka për të. Buzëqeshja e muslimonit për muslimonin është sadaka për to. Pra ti kur e takon dikon, takoje i gëzuar, takoje i lumtur, buzëqeshu sepse është sadaka për të, se kështu ka ardhur hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sepse nëpërmjet buzëqeshjes arrihet lumturia, arrihet mirësia, arrihet qetësimi i zemrës. Nëpërmjet buzëqeshjes, ai i cili po takon ty ndihet më rahat në shoqëri me ty dhe ndihet më rahat se ti po e çmon dhe po e lavdron dhe ndihet edhe më rahat gjatë muhabetit tënd me ty,
sepse ti e ke prit në formën më të mirë në ato se çfarë ka vepruar dhe çfarë ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu buzëqeshja shpirtrave u largon brengat, u largon lodhjet, sikurse që kanë thonë ulemaja se buzëqeshja e përhap atmosferën mesin e aty ku njeriu është duke qëndruar apo është duke ndajtur me njerëzit e tij. Pastaj autori vëllezër na sjell hadithin e 228 nga Abdullah ibn Harith, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk çeshte, por i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka buzëqesh. Të gjithë dietarët, po ashtu edhe vet Imam Tirmidhiu tregon se i dërguari i Allahut ka buzëqeshur me çështje të cilat kanë të bëjnë me dynjon, ndërsa i dërguari i Allahut ka qesh me çështje të cilat kanë të bëjnë me ahiretin. Dhe të da argumentojnë një gjë të tillë, domethënë, edhe buzëqeshjen deri tani e argumentuam por të qeshurit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur ka pas që është lidh çështja me ahiretin, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qesh, sikurse ka ardhur hadithi tek Suneni i Ibn Majahs, ndërsa Imam Albani ka cilësuar për haditheve të sakta që transmeton Xhabiri radhiyallahu anhu, i cili thotë se kur u kthyen muslimanët e parë prej Abisinis dhe erdhën në Medinë, dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i pyeti dhe i tha: "A nuk keni pa diçka të çuditshme atje për me tregu mu?" I thanë: "Po si o i dërguari i Allahut?" Dhe filluan me treguat se çfarë kishin pa në Abisini, pra në Etiopi, kur kanë shku hijretin e parë, kur e kanë bërë pra sahabët. Dhe aty kanë qëndruar një kohë derisa ka ardhur leja për me emigru drejt Medinës. Dhe thanë: "Gjithsesi o i dërguari i Allahut, do të tregojmë ato se çfarë kemi pa." Dhe thonë: "Përderisa na ishim duke ndajtur dhe duke biseduar me zveti, aty pari thot kaloi një grua e cila ishte murgje prej krishterëve, dhe ajo thot mbarte në kokën e saj një qyp me ujë. Dhe një prej çunave që ishte aty, domethënë jo prej muslimanëve, por prej të tjerëve, thot ja futi durt mrena, siç u konto e bajt qypin, dhe thot erzoi, dhe kur urzu, thot u thye dhe qypi me gjithë ujë, dhe pastaj kur u ngrit kjo grua, ju drejtua ati djalit dhe i tha: "Ke për ta parë o mashtrues kur ta vendos Allah kursin." Ke për ta parë o mashtrues kur ta vendos Allah kursin. Ibn Abasi radhiyallahu anhu kur flet për këto, pra kur ta vendos Allah kursin, thot: "Kursia është vendi ku Allah i lartësuar i vendos këmbët." Si qysh neve nuk na intereson. Na intereson ajo se çfarë ka ardhur argumenti, dhe ky e therr është i sakt, ku shumica dietarëve të hadithit e kanë cilësuar prej të saktave. Andaj kjo gru i thot këtij personi, thot: "Ke për ta parë mashtrues kur të vendos Allah kursin, dhe kur popujt e mëhershëm dhe kur popujt e ardhshëm, për ta kanë me fol durët e tyre, për ta kanë me fol këmbët e tyre, për atë se çfarë kanë bërë, ndërsa të nesërmen do të dalim edhe unë edhe ti para Allah të lartësuar, dhe do të shohim se ku do të qëndron çështja jotja dhe imja para Allahut për shkak të zullumit që ja ka bërë." Dhe kur e ndëgjoi i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kët prej Xhabirit radhiyallahu anhu, i dërguari i Allahut e pohoi fjalën e kësaj plake duke thonë: "Vërtetën e tha." Pastaj tregon Xhabiri dhe thot se i dërguari i Allahut pra qeshi sa që ju pon dhe mballet e tij. Pra ky është një argument që e përmendëm se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për çështjet e dunjës ka buzëqesh, ndërsa për çështjet të ahiretit ka kesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj autori vëllezër na sjell hadithin e 229 nga Abu Dharri, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Unë vërtet e di njeriun e parë i cili ka me hy në xhenet." Dhe thot: "Unë vërtet e di njeriun e fundit i cili ka me dal prej zjarrit xhenemit. Dhe ai njeri do të cilët ditën e kiametit dhe do t'i thuhet: tregojani mëkatet e vogla, por derisa mëkatet e mëdha do të i fshihen. Atëherë do t'i thuhet: në këtë ditë
e ke bë këtë punë, e ke bë këtë punë, e ke bë këtë punë, këtë ditë e ke bë këtë vepër, e ke bë këtë vepër, e ke bë këtë vepër. Ndërsa robi gjitha do t'i pranoj, asnjënë nuk e mohon. Dhe pastaj çfarë ndodh? Thot i dërguari i Allahut për faktin se ai është i friksuar prej mëkateve të mëdha. Më thonë, nuk ishte për atyre që ka bë vetëm mëkate të vogla, por ka bë edhe mëkate të mëdha. Por se mëkatet e mëdha ja ka fshef Allah subhanahu wa taala, mirë po ky nuk e dinte një gjë të tillë dhe pastaj atëherë Allah subhanahu wa taala pra i thot jep jani në vend të çdo mëkati të vogël, zaventsoheni me një vepër të mirë. Çdo mëkat vogël që e ka bë, ndrojani me një vepër të mirë. Dhe në momentin kur kjo i zaventsohet mëkati në vepër të mirë, ai thot pastaj, domethënë ky rob i Zotit thot o Zot, unë vërtet thot kam pas edhe mëkate të cilat nuk i shoh. Tash i lypi dhe ato mëkate të mëdha për më ju zaventsu me vepra të mira dhe thot Ebu Dherri, pra transmetuesi i hadithit, radiallahu anhu thot, pash pejgamberin alayhis salatu selam qeshi aq shumë sa që ju pan dhëmballët, pra dhëmballët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut në hadith çfarë tha? Unë vërtet e di njeriu e parë i cili ka më hyrë në xhenet. E që është për qëllim vetja pejgamberit alayhis salatu selam. Pra njeriu të parë të cilit do t'i hapën dyert e xhenetit dhe që i pari do të hyjë në xhenet është vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj dhe njeriu e fundit i cili ka më dal prej xhenemit. Pra ky njeriu i fundit i cili do të del prej zjarrit të xhenemit është edhe personi i fundit i cili ka më hyrë në xhenet. Pra nuk ka më mbet në zjarr të xhenemit. Ata të cilët kanë më mbet në zjarr të xhenemit janë pabesimtarë. Dhe janë ata të cilët i kanë bërë shirk Allahut të lartësuar. Pra kanë adhuruar me Allahun dikën tjetër. Këta pra kanë më mbet gjithmonë në zjarrin e xhenemit. Nuk kanë më dalë prej zjarrit të xhenemit. Ndërsa ata të cilët nuk i kanë bërë shirk Zotit, ata të cilët e kanë adhuruar, e kanë madhruar Allahun subhanahu wa taala, duke mohuar çdo gjë që adhurohet me Allahun, por do të ketë prej tyre vëllezër të cilët kanë vdekur duke bërë mëkate dhe kanë vdekur pa u penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Këta persona do të dënohen tek Allahu, do të dënohen me zjarr të xhenemit, pastaj do të dalin grupe, pra nuk do të mbesin përgjithmonë, sepse ta kanë bërë mëkate, pra nuk kanë bërë shirk, nuk janë prej pabesimtarëve, do të dënohen për shkak të mëkatit. Pastaj do të dalin grupe prej zjarrit të xhenemit dhe do të pastrojnë lumin, siç është hadithi i gjatë tek Imam Muslimi, aty ku do të pastrojnë dhe pastaj do të rribin dhe do të futen në xhenet. Andaj pjesa tjetër e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot njeriu i fundit i cili do të del prej zjarrit të xhenemit është ai njeriu i cili do të sillet ditën e Kiametit dhe do të thuhet: tregojeni mëkatet e vogla, duke jam shefur mëkatet e mëdha. Dhe për çdo mëkat vogël Allah subhanahu wa taala ja zaventson me një vepër të mirë. Dhe kur e shet asaj veprën e mirë që i zaventsohet, i lyp edhe mëkatet e mëdha. Edhe këtu i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra ka qesh derisa ju kanë po dhëmballët pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj qeshja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë transmetimit të këtij hadithi është e qeshura e ndjeshmërisë dhe përjetimit të dhuntisë së njerëzve që Allah subhanahu wa taala me mëshirën e tij dhe me rahmetin e tij komi u dhon robërve vet. Që Allah xhela pra komi fal, komi nderu dhe komi dhon, do të thonë atë që ata nuk e kanë prit. Për atë dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka buzëqesh. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam pra ka buzëqesh në këtë hadith kur e pa kujdesin e këtij personi. Për faktin se kur ju shfaqen ati mëkatet e vogla, ju kujtuan ati mëkatet e mëdha dhe pa tut mëkatin e madh. Kur e pa se mëkati i vogël po i shndrohet në sevap nga Allah subhanahu wa taala në vepër e mirë, atëherë pilypi edhe mëkate të tjera. Pilypi edhe ato të mëdha që Allah më ia shndruan në vepra të mira. Cili është rezultati? Që sa më shumë njeri me pas vepra të mira, aq më lart ngritet në xhenet. Dhe kjo e ka bëu pejgamberin alayhis salatu wasalam pra me qesh aq shumë saqë ju kanë pa edhe dhëmballët pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pastaj autori vëllezër fillon me hadithin tjetër 230 nga Xherir ibn Abdullah, i cili thotë që nga momenti kur e kum pranu Islamin, pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk më ka pengu me hy unë tek ai.
dhe nuk më ka taku i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë vetëm se ka qesh i dërguari i Allahut. E qeshura kanë thonë ulemoja në këtë hadith është për qëllim buzëqeshja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse na tregon hadithi tjetër i këtij sahabi Xheririt, i cili thot se që nga momenti kur pranova Islamin, pejgamberi sa nuk më ka pengu që unë të hyj tek ai në shtëpinë e tij. Dhe thot nuk më ka taku i dërguari i Allahut asnjëherë vetëm se duke buzëqeshur. Po ashtu vëllezër autori na sjell hadithin 232 nga Abdullah ibn Mesudi, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë vërtet e di njeriu i fundit i cili ka me dal nga xhehenemi. Dhe ai njeri do të dalë zvar nga zjarri dhe do t'i thuhet: ecë dhe hyn në xhenet. Hadithin e kemi tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Ecë dhe futu në xhenet. Dhe ai do të niset për me hyrë në xhenet. Dhe do t'i sheh njerëzia ku secili i ka zonë vendet e veta në xhenet. Ai do të kthehet dhe komi thon Zotit: o Allah, njerëzit i kanë zonë vendet e veta në xhenet. Pastaj atij i thuhet, thot pejgamberi i Zotit: atë kujtohet koha e dynjos në të cilën ti ke jetu? I thot: po Allah, thot, më kujtohet koha kur unë kam jetu në dynjë. Pastaj i thuhet: shpreso çfarë të duash. Shpreso çfarë të duash. Dhe ai shpreson atë se çfarë dëshiron ai. Pastaj Allahu i lartësuar i thot atij: të jepet ajo çfarë ti ke dëshiru dhe ke shpresu, dhe 10 fishi i asaj sa është krejt dynjoja. Do më thonë, t'jepet ajo çfarë ti ke mendu dhe ke shpresu, plus 10 fishi i asaj sa është krejt dynjoja. Dhe kur e ndëgjon këtë laf prej të madhit Zot, thot: o Zot, thot, apo tallesh me mu? Thot: o Allah, thot, apo tallesh me mu, ndërsa ti je Zoti çdo gjëje. Dhe Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu transmetuesi këtij hadithi thot: atëherë thot kur e ka transmetuar, kur ka treguar i dërguari i Allahut këtë rast, thot atëherë thot e kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam qeshi derisa ju pon dhëmballët. Dhe hadithi është tek Imam Buhariu me numrin dorë 6571 dhe tek Muslimi 186. Pra, pjesa e hadithit ku i dërguari i Allahut po tregon se tha Allahu e pyeti apo të kujtohet koha dynjos në të cilën ke jetu, e që është për qëllim apo i kujton ato të mirat që Allah t'i ka dhënë ty gjatë jetesës tonë në dunjë, prej mirësive të mira që t'i ka dhënë Allah ty në dunjë, edhe ke qenë i sigurt dhe rahat gjatë jetesës tonë në dunjë. Ndërsa ai përgjigjet: po, thot, o Allah, thot, i kujtoj të gjitha. Pastaj i thuhet: mendo dhe do t'jepet ajo çfarë dëshirove dhe 10 herë sa dynjoja. Pra njeriu, siç komentojnë këtë pjesë të hadithit dietarët, thonë se njeriu e sheh këtë si një vepër madhështore, të cilën as që e kishte ndërmend, as që kishte një ndonjëherë që t'i jepet 10 fishi sikurse i dynjos. Dhe kur e ndëgjon këtë laf, këtë fjalë prej të madhit Zot, thot: o Zot, apo tallesh me mua, ndërsa ti je Zoti çdo gjëje. Pse e tha këto? Për shkak, kanë thonë dietarët, për shkak kësaj çështje madhështore, i cili nuk ka mund me i besu vesh vetë çfarë kanë dëgjuar. Do më thonë, pos që m'ja fal, pos që me dhon ato që dëshiron prej Allahut, edhe 10 fishin e saj. Dhe kjo tregon, o vëllezër, pra mirësinë e gjerë të Allahut të lartësuar dhe dhuntinë e madhe të Allahut të lartësuar, se sa të mëdha do të jenë dhuratat e të madhit Zot për robërit e tij besimtar, në xhenet. Ndërsa pjesa që Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu tha, atëherë pash pejgamberin alayhi salatu wasalam qeshi derisa ju pon dhëmballët, Ibn Mesudi ju drejtohet pranishve që e transmeton këtë hadith dhe i thot: pse nuk po më pyetni mua pse po qeshi? Se dhe transmetuesi, pra dhe Abdullah ibn Mesudi ka kesh, një sikur se ka boj i dërguari i Allahut. Dhe e pyetën: po vallë, pse po qeshti? Tha: kështu pa qeshur i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe sahabët e kanë pyet: o i dërguari i Allahut, pse po qesh? I dërguari i Allahut ka thonë: po qeshi nga e qeshura e Zotit botëve, kur robi tha: po tallesh me mua, ndërkaq ti je Zoti botëve,
ndërsa Allah subhanahu wa taala ja ktheu, nuk po tallem me ty, unë veproj çfarë dëshiroj. Dhe këtë hadith e gjen tek Imam Muslimi me numrin dorë 187. Ndërsa sa i përket të qeshurës së Ibn Mesudit, ne kem treguar derset e kaluara dhe kem thonë se sahabët poshtë e kanë pasu të dërgurin Allahut, në atë se çfarë i dërguri Allahut ka thënë që ka të bëjë me dynjan, sahabët e kanë pasu edhe në atë e kanë pasu të dërgurin Allahut në atë se çfarë ka të bëjë me ahiretin, e kanë pasu edhe në veprat e tij, në pamjen e tij, në dukin e tij, edhe me gjërat të cilat ka të bëjnë edhe me dynjan. Pra, ashtu siç e ka po pejgamberin, po kështu edhe ky sahabi ka vepruar dhe po kështu Abdullah ibn Mesudi edhe ka qesh, sikurse ka ardhur edhe një koment tjetër tek Suneni ibn Majhës, ku kanë thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka buzëqesh, i mahnitur, i gëzuar, me që e ka po mëshirën Allah të lartësuar, të përsosur dhe butësinë Allah të lartësuar kashi robërve të tij mëkatar. Domethënë mëshira e Allahut është e plot, të cilën Allahu pra e nderon dhe ja jep atij kujt të don. Dhe pastaj autori vëllezër na sjell hadithin e 233 nga Ali ibn Rabia, i cili thotë se e kumpa Aliun radhiyallahu anhu kur i është afruar një kafshë për udhtim, para se me vendos komën, domethënë kur ka dosht me qit për me hyp nalt në shal, ka thonë bismillah, dhe para se të drejtohet në shpinën e kafshës, ka thonë elhamdulillah, Aliu radhiyallahu anhu. Pastaj e lexoj fjalën e Allahut tek sura Zuhruf 13-14, i lavdruar është Allah i cili i nënshtroi këto për ne, se vetë ne këto nuk do të kishim pas mundësi t'i kemi në pushtet, dhe me siguri do të kthehemi tek Zoti ynë. Pastaj 3 herë tha alhamdulillah dhe 3 herë tha Allahu Ekber. Pastaj Aliu qeshi kur e transmetoi këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Ibn Rabia e ka pyet pse po qesh o prisi besimtarve. Tha e kum pa pejgamberin alaihi salatu wasalam, i cili ka vepruar njëjtë sikurse veprova edhe unë me juve. Dhe pastaj tregon edhe sahabët e kanë pyet pejgamberin e Zotit, çfarë të bëri të qesh o i dërguari i Allahut? Tha Zoti yt kënaqet kur robi thot o Zoti im, i fal gjunat e mia, duke ditur se nuk ka kush i fal gjunat përveç Allahut subhanahu wa taala. Andaj buzëqeshja pejgamberit alayhi salatu wasalam këtu është se ai e ka ndi mirësinë dhe mëshirën dhe dhuntinë e madhe të Allahut të lartësuar kashi robërve të tij. Dhe autori na sjell hadithin e funit me numër rëndor 234 nga Amir ibn Sadi, i cili thotë se Sadi, pra baba i tij, i ka tregu dhe thotë se e kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam betejën e Uhudit duke qeshur dhe ja kum pa dhëmballët pejgamberit alaihi salatu wasalam. E pyeta babën e vet dhe i ka thonë, çfarë e ka bërë profetin e Zotit që ai të kesh? Tha, ishte një person, një prej mushrikëve në betejën e Uhudit, është vesh me mburoja që me rujt trupin mos mu godit prej muslimanve, dhe thot e ka pas një mburoj që e mbante te koka dhe asesi mos me mujt me godit. Dhe i dërguri Allahut këtu i thot Sadit radhiyallahu anhu, o Sad, thot godite. Edhe Sadi ka qenë shigjetar shumë i përpikt, më thonë e ka godit gjithmonë cakun. Ndërsa shigjeta ati u kom pa moje, dhe thot e kum prit momentin derisa ka hek mburojnë dhe thot e kum godit në ba. Dhe pastaj thot karon kokër shpinas dhe i ka ngrit kënd. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kesh, derisa thot unë ja kum pa dhëmballët, pra i dërguri Allahut ka kesh me veprën të cilën e ka bo Sadi, pra duke mbytur pra atë mushrik në betejën e Uhudit. Mirë po dietarët kanë thonë se ky hadith nuk është sahih. Ky hadith është i dopt. Mirë po ka ardhur hadithi i sakt që e gjejmë tek Imam Muslimi në numrin dorë 24-12 prej sahabiut Buker ibn Mismari, ai prej Amir ibn Sadit, kurse ai prej babës tij, se i dërguri Allahut i kishte bë bashk të dy prindrit e tij, domethënë transmetuesi pe transmeton prej babës. Baba e vet me gjithë babën e tij, domethënë kanë qenë në betejën e Uhudit. Dhe thot, një mushrik me fjali kishte djegër muslimanët në sulmet e tij. Dhe i dërguri Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i është drejtuar Sadit dhe i ka thonë gjuj. O Sad, gjuj,
sakrifikofsha për ty babën dhe nonë. Dhe thot unë e zgjata shigjetën time pa moje. Do të thonë s'ka pas moje hiç. Dhe e qëllova anash dhe i ra për tokë. Dhe kur ka ra për tokë, e thot, ju zbulua ti avreti. Dhe i dërguri Allahut buzëqeshi aq shumë sa që ja pash dhëmbët, tham këtë hadith e gjem tek Imam Muslimi. Pra, pjesa e hadithit, një mushrik me fjalë kishte djegër muslimanët në sulmet e tij, ulemaja kanë thonë është për qëllim se aq shumë ka vrarë musliman, sikurse zjarmi që i djeg drunë të thata. Këtu është kuptimi i këtij hadithi. Domethënë, ka vrarë sa ka mujtaj. Mirë po Sadi e godet. Ndërsa pjesa e hadithit, pra Sadi e vret, pjesa e hadithit dhe i dërguri Allahut buzëqeshi aq shumë sa që ja pash dhëmbët. Pra, i dërguri Allahut ka buzëqesh për gëzimit që Sadi e ka vrarë atë person, sa e ka vrarë shumë musliman. E jo që i dërguri Allahut ka buzëqesh kur ai ka rënë në shtëpinë dhe i është zbuluar vreti. Jo, por i dërguri Allahut ka buzëqesh kur Sadi pra e ka vrarë këtë person. Dhe ky ishte o vëllezër dersion për sonte, me shpresë që takohemi në derset tona të radhës ku do të flasim për kapitullin 36 se si bënte shaka i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe këtë kapitull inshallah do ta vazhdojmë mas Ramazanit me lejen e Allahut, sepse do të kemi pushim gjatë gjithë muajit Ramazanit, pra nuk do të mbahen derset. Allahu nderoft, Allahu ju shpërbleft. Miru takofshim në derset tona të radhës. Sallallahu alaihi wasallam.